rrëzohet nga fakte tronditse të dosjes korruptive të abuzimit me pushtetin të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Faktet tregojnë se nuk ka asgjë europiane në qeverisjen e Edi Ramës dhe se korrupsioni ka hyrë në zemër të qeverisë së tij. Dosja hetimore për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është zyrtarisht e pandehur prej 31 tetorit, ekspozon qartë mënyrën se si funksionon pushteti i Edi Ramës. Tenderat publik paracaktohen sipas llogarive korruptive të Edi Ramës dhe varësve të tij. Procedurat shkelen nga institucionet përgjegjëse me urdhër politik dhe se shteti përdoret për interesat e pushtetit, interesat korruptive të zyrtarëve të lartë dhe jo për interesat qytetarëve. Dosja Balluku nuk është një rast i izoluar, por është modeli i qeverisjes së Edi Ramës. Belinda Balluku është modeli që na tregon se e ka kthyer abuzimin me pushtetin në rregull dhe jo në përjashtim. Përballë këtij realiteti, çdo fjalë që dëgjoni sot, dje apo do dëgjoni nesër për progres në rrugën europiane të Shqipërisë është një hipokrizi dhe tallje e madhe me qytetarët shqiptar. Të dashur qytetar, në dosjen e prokurisë, cilën unë dua ta përshëndes për guximin dhe integriteti që ka treguar në hetimin e vetëm këtij segmenti nga procedimi penal ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, rezulton e qartë se tenderi për tunelin e Llogaras ishte i paracaktuar. Ka qenë Belinda Balluku, sipas komunikimeve zyrtare të përfshira në dosjen e prokurorisë, që ka urdhëruar anullimin e palishëm të tenderit, vetëm se ishte 50 milion euro më pak se sa llogaritë korruptive që kishte bërë Belinda Balluku. Është Belinda Balluku, sipas dosjes prokurisë, që ka komunikuar me kompaninë turke disa ditë përpara tenderit, duke e bërë fakt të kryer fitimin e tenderit nga kompania turke, madje duke shkuar deri aty sa në bashkimin e operatorëve kanë futur edhe një kompani që sipas mesazhit të drejtuar nga administratori i kompanisë parë, ministres Balluku, po e citoj, njihet, vlerësohet dhe është dhe një referencë për presidentin e Turqisë. Kriteret janë përshtatur që të fitoj kompania e paracaktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku. Dhe kjo është arsyeja pse sot Edi Rama nuk guxon ta shkarkojë Belinda Ballukun. Çdo parregullsi dhe shkelje e ligjit për të realizuar skemën korruptive është dirigjuar përmes urdhrave të Belinda Ballukut, e cila e drejton shtetin me një paaftësi mbretëlënëse përmes telefonit, mesazheve, lidhjeve personale, madje dhe vizitave të varësve të saj në banesën e ministres, ku bëjnë llogaritë se si do të ndajnë milionat e eurove në skemën korruptive të ndërtimit të tunelit të Llogaras. Dosja provon shkeljen e hapur të ligjit për prokurimet publike, abuzim tronditës me detyrën, demonstrim të arrogancës pushtetit dhe një palishmëri të frikshme. Dua të sqaroj qytetarët se sipas prokurorisë, jo vetëm kompania është paracaktuar nga zonja Balluku për të fituar këtë tender, por sipas analizës bërë nga prokuria, kompania turke nuk plotësonte një sër kushtesh që vetë autoritetet shqiptare kishin shpallur për tenderin në fjalë. Konkretisht, sipas prokurisë, kompania apo bashkimi e operatorëve të kompanive turk nuk plotësonte disa nga kriteret teknike dhe financiare që vetë dokumentat e tenderit kishin përcaktuar si kritere për fituesin e kësaj gare. Në konkluzion të gjithë analizës,
Prokuria ka arritur në konkluzionin se nga aktet e administruara rezulton se operatori ekonomik, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik të dy kompanive turke, është shpallur fitues në kundërshtim me kriteret e përcaktuara nga ligji dhe kjo ka ndodhur në sajt të veprimeve të drejtpërdrejta, të kundralishme të shtetases Belinda Balluku në nxilsinë e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit Vlerësimit të Ofertave, shtetasit Evis Berberi, Gentian Gjyli, Eral Delezi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica. Veprime këto në kundërshtim me ligjin 162/2020 për prokurimet publike dhe me vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullimin e rregullave të prokurimit publik. Edi Rama që ditën flet për Europën dhe natën mbron korrupsionin me heshtjen dhe mosveprimin e tij, është kthyer në një zëdhënës të avokat të korrupsionit të Belinda Ballukut. As nuk e shkarkon nga zëvendës kryeministre, as nuk ka folur një fjalë dhe nuk është distancuar nga provat e prokurisë që tregojnë paracaktimin e garës nga Belinda Balluku, ndryshimet e kritereve për llogari të kompanive të paracaktuara prej saj, por vazhdon ta mbrojë duke u bërë kështu apo duke I provuar çdo shqiptari që nuk është vetëm Belinda Balluku përgjegjëse për këtë dosje, por është bashkëpërgjegjës kryeministri Edi Rama, sepse në fakt Edi Rama nuk është thjesht spektator I korrupsionit, por arkitekt I tij politik. Dhe në fund, meqense po flasim për Europën, dua t'jap edhe një shembull për njeriu që sot është një nga 3 drejtuesit kryesor të institucioneve të Bashkimit Evropian. Konkretisht presidenti të Këshillit të Europës, Antonio Costa, secili shqiptar e mba mend se ai u përfshi në një hetim në nëntor të vitit 2023 për një çështje korrupsioni të qeverisë, por pa u marrë asnjëherë zyrtarisht I pandehur nga prokuria. Ai përmendej në një hetim për një çështje që lidhej me lejet e projekteve të hidrogjenit dhe mineraleve të litiumit dhe prokuria regjistroi emrin e tij në hetim për ta verifikuar. Menjëherë, zoti Costa, pra presidenti I Këshillit të Europës, la dorëheqjen nga funksioni I tij si kryeministër në Portugali, duke u shprehur se nuk mund të lejoj që dyshimi I hedhur mbi mua të njollos shtetin dhe figurën e kryeministrit. Kujtoj, nuk u akuzua asnjëherë formalisht dhe më vonë hetimet treguan se ai nuk kishte asnjë përgjegjësi dhe sot është president I Këshillit të Europës, një nga 3 postet më të larta të Bashkimit Evropian. Pra kryeministri portugez, I cili u hetua vetëm 2 vite më parë, reagoi si një europian dha dorëheqjen dhe lejoi prokurinë të hetonte në mënyrë të pavarur. Ndërkohë që Edi Rama sot ka zëvendës tij një person që ka kaptërciprisht të provuar akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Po. Së pari, ju e dini që ka patur një procedurë të parë ku oferta e ofruar nga kompania Gjoka ishte 50 milion euro më e ullët se sa kosto e ndërtimit të mëvonshëm të tunelit të Llogaras. Në dosje ka komunikime me mesazhe në një telefon BlackBerry të zëvendës kryeministres dhe drejtorit të ARSH-s Evis Berberi, ku zonja Balluku, pasi kërkon llogari për kush janë ofertat dhe sa janë ofertat, e urdhron të anulloj tenderin pa patur asnjë arsye ligjore. Madje po t'i lexoni komunikimet, flet për ndjesi. Pra kam një ndjesi, I thotë Evis Berberit, që ky tender do duhet të anullohet. Dhe Evis Berberi përgjigjet, kur ti don, ndjesi ti ke të mira. Dhe ky është komunikim që prokuria e ka nxjerrë nga telefoni I të arrestuarit sot zotit Berberi. Më pas, gjatë kohës kur është hapur gara, kanë dosje, komunikime të zonjës Balluku me kompaninë turke, gjatë fazës ku procesi
i prokurimit ka qenë ende i hapur. Pra kompania turke njofton që do të vinë një datë më të hershme, nëse zgaboj data 18 gusht 2021, ndërkohë që tenderi është mbyllur në 7 shtator të vitit 2021. Dhe i thotë do vim të masim rrugën, pra kanë filluar punë pa u shpallur ende fitues. Dhe ky komunikim i kompanisë është drejt për drejti me zonjën Balluku. Më pas ka komunikime të zonjës Balluku që interesohet se si kanë punët turqit. Më pas ka komunikime të zonjës Balluku për shkak se në këtë procedurë të dytë kësaj here, njëra nga kompanit ka ofruar 150 milion euro. Pra 20 milion euro më pak se kompania turke. Dhe zonja Balluku thot na ka prishur punë kompania e fundit, pra në vend që të kujdesej për të kursyer 20 milion euro, e konsideron si ka prishur punë dhe i thot duhet të skualifikohet për mos përmbushje kriteresh. Pra pa par as dosjen, as dokumentat, sepse nuk ka akses ministrin Gjiratilla, uzon Evis Berberi që të skualifikoj kompanin me 20 milion euro më pak për mos përmbushje të kritereve. Gjithashtu ka komunikime të antarëve të Komisionit Vlerësimit. Ju e dini që kompania turke nuk ka pasur gjatë periudhës tenderimit marrëdhënie me Gjoka Construction. Nga mesazhet del qartë që anullimi i parës ka shërbyer si një pazar midis kësaj kompanie dhe kompanisë turke, sepse punojësit e dinë që pas turqëve apo bashkë me turqit është edhe kompania Gjoka, që në fakt rezulton që më vonë ka kryer edhe punime në tunelin e Llogaras për vlerën 140 milion euro, sa që ishte kosto që kishte ofertuar herën e parë dhe që anullua në mënyrë të palishme. Dua të sjell në vëmendje tuaj edhe një fakt interesant nga dosja e prokurisë. Prokuria është kujdesur të thotë se në funksion të hetimit të procedimit penal numër 136/2025, veprimet hetimore nuk kanë përfunduar. Pra zonja Balluku është në hetim edhe për vepra të tjera penale. Por lidhur me faktin penal të evidentuar deri në këtë fazë të hetimit që përbën veprën penale të ushtrimit, veprën penale të parashikuar nga neni 258 i kodit penal, duhet të bëhet njoftimi i akuzës për shkak se ushtrimi i ndjekjes penale për këtë fakt penal në ngarkim të panderës Belinda Balluku është afër kufirit ligjor 5 vjeçar të parashkrimit të ndjekjes penale. Pra hetimet vijojnë. Dhe fakti që zoti Rama vazhdon ta mbajë në detyrë zonjën Balluku ka vetëm dy qëllime. Spari t'i jap asaj mundësinë të përdor pushtetin politik për të ndikuar mbi hetimet e prokurisë dhe s'dytit ketë mundësi të prish prova, të intimidoj dëshmitar, të intimidoj institucionet e drejtësisë, fakt që e ka bërë edhe përpara marrjes si e pandehur. Paratë e buxhetit shtetit nuk janë për qoka. Paratë e buxhetit shtetit janë qytetarëve të Republikës Shqipërisë dhe përdoren për të kryer investime në interes të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Nuk mund të ketë geopolitik që justifikon korrupsionin. Nuk mund të ketë geopolitik që justifikon abuzimet me detyrën. Nuk mund të ketë geopolitik që e trajton shtetin si obor personal të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Shteti nuk drejtohet me SMS, shteti nuk drejtohet me porosi në 9 të darkës në shtëpinë e zonjës Balluku, shteti nuk drejtohet në mënyrë primitive, shteti drejtohet me rregulla, me ligje dhe me garë të barabartë. Antarësimi në BE na kërkon garë të barabartë. Pse duhet i bëjmë qok në presidentit Turqisë dhe nuk duhet i bëjmë presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo presidentit Francës, apo presidentit Italisë? Pra geopolitika nuk mund përdoret, është një tezë qesharake, nuk mund përdoret për të justifikuar korrupsionin. Dhe korrupsioni në të rast kap vlera të frikshme. Bëhet fjalë për një dëm të vërtetuar nga prokuroria prej 50 milion euro. Mund të ishte ndërtuar me 10 shkolla, mund të ishte investuar në spitale me këto para,
mund të ishte investuar në rrugë, pra në investime, në dobi të qytetarëve shqiptarë. Zoti Bardhi, ju sapo thatë që para se të merrni në veprim në qeverisë, kur ministri ka implementuar njerëzit të drejtësisë, që duket një fakt i rëndë, çfarë informacioni keni, domethënë kush nga këta njerëz të drejtësisë është funksionuar implementuar? Besoj që nuk është sekret, sepse unë e kam bërë publike që disa ditë përpara se zonja Balluku të paraqitej në prokuri, zoti Rama ka telefonuar prokurorin dhe ka kërcënuar në lidhje me arsyet e marrjes të pandehur të zonjës Balluku. Ky është një fakt publik tashmë dhe i pa mohueshëm. Mjafton të verifikohen tabulatet e telefonit të prokurorit për të kuptuar që zoti Rama ka tentuar mbrojtjen politike të zëvendës kryeministres Balluku. Dhe faktet gjatë këtyre ditëve po e tregojnë. Zonja Balluku është zyrtarisht e pandehur për abuzime me tendera, Edi Rama e mban në detyrë që ajo të vazhdojë të abuzojë me tendera. Edhe në buxhetin e ri që ka ardhur, 40% e buxhetit është në dorë të Belinda Ballukut, për t'i ndarë për arsye gjeopolitike, korruptive, personale, paratë e shqiptarëve. Zoti Bardhi, keni kërkuar interpelancë urgjente në kuvent me zonjën Balluku për këtë çështje, nëse kjo kërkesë ju refuzohet me socialistët, është siç ju është refuzuar çdo kërkesë? Në fakt është refuzuar, nuk është përfshirë në rendin e ditës, sepse standardet afrikane të Edi Ramës, se nuk ka asnjë lidhje me standardet europiane, e përjashtojnë llogaridhënien. Në Afrikë qeveria nuk jep llogari. Edhe në Shqipëri Edi Rama nuk jep llogari ndaj parlamentit. Është parlamenti që jep llogari Edi Ramës. Kjo është sot situata në Kuvendin e Shqipërisë. Prandaj kam vënë kryetar Kuvendin një njerëz që nuk njeh as ligj, as kushtetut, as rregullore, mjafton urdhri politik i Belinda Ballukut që unë nuk vi t'jap llogari për një aferë që është marrë zyrtarisht e pandehur, dhe kryetari i Kuvendit e ka detyrim ta fusë në rendite, por e vërteta është që nuk e ka futur në rend dite. Faleminderit shumë.